Kjo grua lau fytyrën me ujë orizi dhe rezultati e la pa fjalë. Uji i orizit është i pasur me vitamina dhe minerale të cilat kanë efekt pozitiv në flokë dhe lëkurë. Madje sipas historisë femrat në Kinë dhe Japoni bënin dush me ujë që pastronin orizin. Do t'ju duhen gjysmë filxhan oriz dhe 2 filxhan ujë. Fillimisht shpëlani orizin me ujë të pastër, më pas vendoseni orizin në një enë bashkë me 2 filxhanët e ujit dhe lëreni për 15 deri në 30 minuta. Përzieni vazhdimisht derisa uji të fillojë dhe të zbardhet. Me këtë lëvizje ai do të nxjerrë gjithë vitaminat dhe mineralet në ujë duke krijuar një pastrues natyral për lëkurën dhe flokët. Më pas mbani vetëm ujin dhe vendoseni në një vazo ku mund ta ruani deri në një javë. Me një copë pambuk që më parë keni lagur me këtë ujë, bëni lehtësisht masazh për pak minuta. Më pas lëreni lëkurën të thahet vetë. Pas disa përdorimesh, do të shikoni që lëkura do të jetë më e butë dhe plot me shkëlqim.